Unë I votoj këto ndarje, rekomandimin e votoj. Unë votoj kundër ndarjes për listën serbe në çdo rast. Kundër ndarjes për listën serbe në çdo rast. Dhe vetë 2 rekomandime, jo? Po, unë votoj për listën serbe nuk votoj. Mirë, unë vetë ta kemi parasysh. Andaj për periudhën 1 prill deri me 31 dhjetor të këtij viti, vlera totale e fondit që do t'i ndahet 15 subjekteve politike është 3.670.000 euro, 670.800 euro. Pra bëhet fjalë për 15 subjekte politike, ku subjekti 16 nuk përfshihet në përfitim të fondit, për shkak që me vendim të KQZ-s në vitin e kaluar është privu prej mjeteve financiare nga fondi për shkak të mos bashkëpunimit pas zgjidhjeve të auditorit. Kjo është sa I përket këtyre rekomandimeve të zyrës. Që keni ndonjë pyetje, unë jam I hapur për me u përgjigj. Faleminderit shumë. Faleminderit editor. A ka dikush diçka? Urna zoti Kurteshi. Faleminderit kryesues. Unë bazë edhe të vendimit edhe më hershëm, edhe të sqarimit më hershëm, unë I votoj këto ndarje, rekomandimin e votoj. Unë votoj kundër ndarjes për listën serbe në çdo rast. Faleminderit. Dikush diçka tjetër? Nëse jo, e hedh në votim kush është për miratimin e rekomandimit? Dhe vetë 2 rekomandime, jo? Po, unë votoj për listën serbe nuk votoj. Mirë, unë vetë ta kemi parasysh. Do thotë me 8 vota për, me këtë vërejtje të zotit Kurteshi, miratohet rekomandimi për ndarjen e mjeteve financiare, për ashtu që lexoj drejtori se janë 2, ha? Po, është një rekomandim 2. 2 pika janë në një rekomandim. Mirë shumë.